Karshi pushtetit po flas. Karshi pushtetit po thon, ta ton kanë hinë lojën e Albin Kurti. Gjithë kanë hinë lojën e Albin Kurti. Duke nis prej nismës kur ju afru duke shkatru çet koalicion që pat me Akën, nismë në shtinje e djegi që sot kërkush mo nuk ka mujt me marrë afër, ose për shkak të tradhtive, pabesive, mosmarrveshjeve, ose për shkak të historive të kaluara që i kanë partitë mes veti me nismën. Për shumë sa, si me PDK-n që kanë çështjen e leadershipit, si me LDK-n që kanë çështjen e shumë konflikteve të vjetra që i kanë pas zgjidhje gjithmonë, sot këta si politikan mujnë mu bo bashkë, po elektoratin s'mujnë mi bo bashkë. Manin man, elektorati rrugovian nuk është i përbashkët me elektoratin e PDK-s. Nuk është, as nuk ka më bukur. Nuk ka më bukur. Elektorati i LDK-s është vjetru dhe ka ardhur gjeneratat e reja. Nuk janë më elektorati i vjetër që është i perpetuar në rrugovizëm. Pa rrugovizmi është ma tepër ideologji e tyne që e thirrën e njëri se sa që ai ka bon ndaj fare ideologji si taborët, dy taborët të cilat kanë qenë në atë kohën qujtë kraj luftës kraj paqes, apo elektorati rrugovian, OÇK-ja tjera, o identifiku si lider politik, ka arrit Albin Kurti që ato dy pole me i zhduk me i bo bashkë e me kriju një pol tjetër vetëm. Edhe sot na lype me pas diçka të përbashkët, dy parti cilat s'mujnë me bo kur qysh bashkë. Pa, Valan, në VV janë plot njerëz cilët nuk e një, në VV kanë shku plot njerëz, që mund të jenë të LDK-s dhe partive tjera cilët kanë pos ma tepër averzion ndaj PDK-s. Dhe çka me bo, kundër PDK-s me shku të një televizja VV-s. Por në televizja VV me shku ata për